Dua të denoncoj sot sërish shkeljen flagrante të ligjit, të kushtetutës, të konventës europiane për të drejtat e njeriut, të rekomandimeve shumë të qarta të avokatit të popullit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit nga ana e drejtorisë së përgjithshme të bugjeve, që në mënyrë të përsëritur, pa asnjë shkak ligjor, i ka pamundsuar zotit Meta takimin e tij me deputet. Ligji e lejon deputetit që pa autorizim të hyjë në ambientet e IEVP-s jordanmise dhe në gjitha IEVP-t e tjera, qoftë edhe pa patur një autorizim nga prokurori. Por unë, në cilësinë e deputetit të Partisë së Lirisë, edhe pse e kam edhe këtë autorizim nga SPAK, për të disatën herë, pa asnjë argument ligjor, jam penguar edhe sot të takohem me zotin Meta. Rikthimi i masave ekstreme të izolimit të presidentit të Partisë së Lirisë nuk është një rast i izoluar, është një rast i cili po përsëritet dhe sigurisht kjo ndodh thjesht dhe vetëm për shkak se drejtoria e përgjithshme e bugjeve, Ministria e Drejtësisë refuzon me dashje jo vetëm të zbatojë ligjin, kushtetutën dhe konventën europiane për drejtat e njeriut, por edhe të zbatojë rekomandimet shumë të qarta të avokatit të popullit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Kjo situatë është rikthyer për fat të keq prej një jave pa asnjë argument ligjor, pa asnjë shkresë apo informacion të përcjellë ndaj meje dhe gjithë deputetëve të Partisë së Lirisë në rrugë zyrtare, por në rrugë verbale jam informuar jo zyrtarisht se ka dalë një urdhër nga lart që zotit Meta nuk duhet të takohet më me asnjë deputet dhe se ai ka vetëm 4 takime në muaj, kur bëhet fjalë vetëm për takimet me familjarë dhe kur deputetët, sikundër qartësisht thotë raporti i avokatit të popullit, sikur qartësisht sqaron dhe rekomandon Komiteti Shqiptar i Helsinkit, kanë të drejtë të pakufizuar të takohen me çdo të paraburgosur. Është tani më e qartë që rikthimi i masave të izolimit në ekstrem të presidentit të Partisë së Lirisë është një urdhër i drejtë për drejtë i Edi Ramës, i cili pasi censuroi, pasi bunkerizoi, pasi ka vendosur një errësie totale nëpërmjet gjyqtarëve të lanës ndaj procesit gjyqësor të zotit Meta, tani i është rikthyer masave represive këtij ndëshkimi dhe persekutimi të ashpër politik në një prej 2 liderëve kryesor të opozitës, presidentit të Partisë së Lirisë zotit Meta. Dua të rikujtoj se rikthimi i masave izoluese, rikthimi i këtij persekucioni të egër politik në zotit Meta ndodhi pikërisht pak ditë pas bërjes publike të letrës së tij drejtuar Ministrit të Drejtësisë, drejtuar drejtorisë përgjithshme të bugjeve dhe përdeni edhe SPAK-ut në lidhje me faktin se dhe komunikimet e tij konfidenciale me avokatët, në veçanti me mbrojtësin e tij në gjykatën e Strasburgut, avokatin e mirënjohur profesor Ledio Banku, përgjoheshin dhe monitoroheshin nga kamerat, shka ka cënuar dhe cënon në mënyrë të drejtë për drejtë mbrojtjen efektive të zotit Meta. Pra e gjithë kjo maskarat, i gjithë ky proces kriminal, në veçanti ky izolim kriminal pa asnjë mbështetje në ligj, pa asnjë mbështetje në kushtetutë, pa asnjë mbështetje në Konventën Europiane për të drejtat e njeriut, përkundrazi në shkelje flagrante të tyre, ndodh vetëm dhe vetëm për një arsye, për t'i pamundsuar zotit Meta edhe mbrojtjen e tij efektive në gjykatën e Strasburgut. Dua të përsëris edhe një herë thirrjen drejtuar avokatit të popullit, Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Ministrit të Drejtësisë, Drejtorisë përgjithshme të bugjeve, për t'i dhënë fund një herë e përgjithmonë kësaj sjellje kriminale, këtij persekucioni të pashëmbullt politik ndaj zotit Meta, sepse këto standarde të paraburgimit të tij janë identike në fakt me standardet e rrëmbimit të tij kriminal, janë identike me standardet e hetimit, të cilat qëllimisht nuk bëhen publike, sepse të e ashtuquetur e rregullore Bani ka vendosur që edhe procesi gjyqësor ndaj tij duhet të jetë hermetik i bunkerizuar, kur është fakt që hetimet, të cilat në fakt duhet të ishin sekret, rodhën për vite e vite me radhë në mediat e kontrolluar dhe të sponsorizuara nga Edi Rama dhe paratë e pista të incenatorëve dhe krimit të organizuar, dhe procesi gjyqësor i cili duhet të jetë publik
tani më bunkerizohet. Ndaj dhe ky rikthim i këtyre masave të egra, ekstreme të izolimit, ky persekucion i pashembull politik që ndodh vetëm pak ditë pasi Shqipëria përkujtoi edhe ditën ndërkombëtare të viktimave të viktimave që prodhuan regjime totalitare në gjithë botën, ka një autor dhe ai është Edi Rama. I bëthirë trupit diplomatik, i bëthirë gjithë ambasadave të akredituara në Tiranë, Departamenti të Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Komisionit kundër torturës të Këshillit të Europës, por edhe atij në Kombet e Bashkuara dhe të gjithë organizatave që monitorojnë respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut të reagojnë fuqishëm ndaj këtij rasti, i cili nuk është një rast i izoluar dhe nuk ka të bëjë thjesht vetëm me një individ, por kemi të bëjmë me një rast flagrant të mënyrës se si persekutohen kundërshtarët politik të Edi Ramës. Edhe Navalny, edhe kundërshtarët më të ashpër të Vladimir Putinit në Rusi lejoheshin të jepnin intervista për mediat. Zotit Meta jo vetëm i pamundsohet kjo e drejtë, jo vetëm i mohohen të drejtat e tij politike që ja garanton Konventi Evropian për Drejtat e Njeriut, por tani i mohohen edhe takimet me deputetët dhe kush është më e rëndë akoma, një tjetër skandal është fakti që tani më po ndërhyet edhe tek pjesa e ushqimeve të zotit Meta, çka ngre dyshime serioze sa i përket sigurisë së tij brenda ambienteve të IEVP-s, një institucion ku më lehtë sot hyn droga dhe kokaina se sa hyn deputetët, se sa respektohet ligji, kushtetuta dhe konventa europiane të drejtave të njeriut. Ndaj është e qartë tani më që me urdhër politik të drejtë Edi Ramës, të atij që bashkë me Charles Megonigalin ideuan, urdhëruan rrëmbimin kriminal në 21 tetor të vitit 2024 të zotit Meta, ata të cilën udhëhoqën procesin fars hetimor që nuk prodhoi asnjë fakt penal dhe madje asnjë kundërvajtje administrative kundër tij, ata të cilët po udhëheqin edhe këtë proces skandalos gjyqësor, një proces i cili vetëm hermetizohet, vetëm bunkerizohet në mënyrë që shqiptarët mos i shohin me sytë e tyre cilësinë skandaloze, farsën politike të fëlliqur, kriminale që është ndërtuar në ta ashtu quajtur dosje Meta, dosje cila në fakt në vetvete është një dosje bosh, një dosje që nuk ka asnjë provë penale dhe është po Edi Rama i cili ka urdhëruar së fundmi, sepse kështu edhe jam informuar jo zyrtarisht, pra është një urdhër nga lart i cili ka vendosur tani më, pra nuk është ligji, nuk është kushtetuta, nuk është Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut, por është urdhri i drejtpërdrejtë i Edi Ramës, ai i cili ka vendosur që zoti Meta të izolohet sërish ekstremisht, jo vetëm duke mos takuar deputetët, jo vetëm duke ju mohuar të drejtat e tij, jo vetëm duke ju cënuar në mënyrë flagrante të drejtat e tij politike që ja garanton kushtetuta, por në këtë mënyrë po persekutohet, po goditet edhe vetë Partia e Lirisë, një forcë e cila gjithmonë është persekutuar, është shantazhuar, është kërcënuar nga ky regjim kriminal i cili i rrëmbeu dhe liderin e saj dhe presidentin e Partisë së Lirisë dhe prej gati tani më prej rreth 2 vitesh vijon ta mbajë në izolim ekstrem pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë penale. Përsëris edhe një herë thirrjen time drejtuar të gjithë organizatave që monitorojnë respektimin e lirive dhe drejtave të njeriut në Shqipëri, institucioneve përgjithëse, ambasadave, trupit diplomatik, Departamentit të Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Komisionit kundër torturës, jo vetëm në Kombet e Bashkuara, por edhe në Këshillit e Europës, të reagojë me forcë ndaj këtij persekucioni kriminal ndaj një prej kundërshtarëve më të vendosur të narkoregjimit dhe të vetë Edi Ramës, ndaj liderit të Partisë së Lirisë, njërit prej 2 liderëve kryesorë të opozitës, presidentit të Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta. Faleminderit.